Tash Gerta dhe Rozana janë dy të zgjedhurat e para për të shkuar në garë për të zgjedhur pastaj finalistën e parë të edicionit të 4 të Big Brother VIP Albania. Tani Rozana nga Koltuku Kuq mori 3 vota. Gerta nga Koltuku Blu mori 2 vota për të dalë në këtë garë. Dhe ishin pra vetë banorët që zgjodhen Rozanën dhe Gertën me shumicë votash për të dalë në këtë ballafaqim. Tani ju keni komente të ndryshme, unë i kam lexu, i kam pa gjitha llojet e komenteve dhe normalisht shiko, është e pamundur të bësh diçka për t'i kënaqur gjithë dhe normalisht secili nga ne, përfshi edhe mu këtu, kemi mendimin tonë se si mund ishte bërë, po them, gara për finalistën e parë. Po kjo ishte një skem e zgjedhur nga vllai i madh, pra duke ja lënë në dorë vetë banorëve për të zgjedhur 2 personazhe për t'i çuar në garë. Dhe ata zgjodhen Rozanën dhe Gertën. Tani, ç'është e vërteta, të dyja e meritojnë që të diskutohen për finale. Patjetër, sepse kanë krijuar dinamika në shtëpi. Sigurisht unë s'jam fare dakord me lojën e Gertës, por ç'rëndësi ka, mendimi im, rëndësi ka që në shtëpi të 2 personazhe, pra edhe Rozana dhe Gerta, janë personazhe, po them, 2 nga personazhet kryesore të këtij edicioni. Tani, cili është mendimi juaj? Kush mendoni ju se do kap finalen e para? Rozana apo Gerta? Tani, unë nuk di si ta ndaj këtu këtë sondazh, por nëse doni mund ta ndani në komente ose me like. Pra, nëse mendoni që është Rozana, mund të bëni like. Nëse mendoni se është Gerta, mund të bëni koment. Kështu që it's up to you. Votoni.